Prenkaj, ambasador Mirama, zoti Prenkaj. Mirama. Falenderoj shumë për gatishmërinë. Se keni parë fillimisht vendimin e panelit zotëor për ankesa dhe parashtresa për votimin në diasporë dhe për plasit akuzat që kanë nxitur ky vendim mes vetëvendosjes dhe LDK-s, me që keni qenë edhe ambasador. A mund të bëhet një votim i tillë apo jo? Po, unë mendoj që PZAP ka marrë një vendim meritor, pra e ka vendosur lishmërinë në vend, duke u bazuar pra në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, gjë që ka rrëzuar vendimin e KQZ-s pra me shumicë të votave për votim jashtë ambasadave dhe konzulatave. Sipas Konvencijës Ndërkombëtare për marrëdhëniet diplomatike të vitit që është Konventa e Vjenës, quhet, e vitit 1961, është shumë qartë paraparë se si funksionojnë ambasadat gjithsesi edhe Konventa e Vjenës vitit 1963, se si funksionojnë shërbimet konzullore. Pra, votimet jashtë vendit kryesisht organizohen brenda misioneve diplomatike dhe shërbimeve konzullore. Ka pra mendime dhe ka raste kur janë organizuar votimet jashtë hapësirave të ambasadave dhe konzulatave, shembull është Turqia apo Kroacia, mirë po, sipas organizatës për organizimin e zgjedhjeve, që është organizatë profesionale, e cila quhet AIFES, kjo bëhet duke ju referuar gjithmonë konventave të Vjenës dhe në një negociat që quhet e vështirë në mes të qeverive të vendit prites dhe qeverisë të vendit dërgues në këtë rast PZ që është Kosova. Mirë po me qenë se Kosova nuk ka qeveri legale dhe legjitime, atëherë nuk ka se kush të komunikoj me qeverit vendore, qoftë ajo në Gjermani, në Austri, në Zvicër, apo në një vend tjetër të Evropës, apo në një vend tjetër ku ekziston ambasada e Kosovës apo shërbimi konzullor i Kosovës. Pra, si thash, vendimi i PZAP-s është vendim meritor, e sjell lishmërinë në vend, dhe në anën tjetër, pra, Konventa e Vjenës për marrëdhëniet diplomatike dhe ajo tjetra për marrëdhëniet konzullore respektohen në plotëni, me qenë se votimi jashtë ambasadës gjithsesi konzulatës, e që janë në të vërtet ekstraterritor i Kosovës në vendin prites, atëherë këtu integriteti dhe procesi apo operacionet zgjedhore shkojnë pra sipas radhës dhe nuk dënohet as integriteti dhe as sovraniteti i vendit prites.